pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë, unë jam më meritor për Musaun se ju, ka dhënë porosit shumëta, po një për tyne që më rëndësia është e ka thy privatizimin e fesë dhe e ka thy deklarimin bashkë të përkatësisë e dikujt që është i dikujt. Çka në kupton kjo? Ju për në gjinani, fëq mu se ju risasht të dhënë gjinani. Sot ka njerëz e ka uzurpu një ibadet. Apo? Edhe veç që ti është ai adhurim. Veç ai ka me folë për te, veç ai ka me prezentua atë adhurim, veç ai. Më ka dalë Allah. Se si veç ti tu e bosh atë adhurim, ka tjerë që nuk e bo atë adhurim. Nuk e veç ti ai që duhesh me folë për këtë, e kështu me radhat. Ndaj dua të them që gjërat e tilla janë të papranueshme. Nga se aja që na ka mësuar Islami është demaskimi i privatizimit të tilla, sikurse kategori tjetër njerëzish kanë privatizuar sunetin në emër të 2-3 veprimeve. 2-3 punë me sunet i bën, edhe krejt kur s'bën si ai nuk kanë sunet. Kush të ka drejtën me e privatizuar sunetin e Allah, s'është i joti. Privatizimi i ulemave. Ky hoxh, ky sheh, ky imam, ky është hoxha jon. Apo kush të ka thonë ti me privatizuar alimin? Nuk privatizohet Imam Abu Hanife rahimahullah, nuk privatizohet Imam Shafiu rahimahullah, nuk privatizohet Imam Ahmedi as Imam Maliku, nuk privatizohen Kurtubiu as Ibn Hajeri as Neveviu as, nuk privatizohet Ibn Taymija, tash janë private Allah. Këta janë për krejt umetin. Pa njerëz marrin dhe tentojnë me bu privatizime të kësaj natyre. Që me këtë privatizim pastaj me godit atë tjetrin që s'ka me çka me godit. E me çka ke gjithë me godit? Me ata që shumë keq e ke përzjedh. Me ata që Allahu xhallahu ala dënon shumë keq nëse prishet. Prandaj i dërguari sa kur tha nahnu haqqu bi Musa, tash më thonë që po ku jeni ju? Sikurse ka ardhur një tek Imam Ahmedi rahimahullah dhe i ka thonë ai njeri Imam Ahmedi ka qenë njeri shumë mendjeprej dhe lartpamës, siç është ja ulemave. Dhe ka filluar një të ankohet për gruan e tij. Dhe Imam Ahmedi ka pa se ky njeri po don lehtësim nga ky alim për me lëshugruan. Nga se shriatikisht me lëshugruan nuk ka veç me lënë sa ka përgjësia apo e veçanti kur s'ki hak me lëshu ngarkohesh pak më tepër. Andaj ka lyp një lloj legitimiteti të divorcit për gruan e tij nga ana e Imam Ahmedit. Shikoni një sa e në gjendje me ra, sot ullë din me qenë për kujtë në vetë. Ka thonë o hoqë, unë e se kësha lëshu korë, po nonës ju ka tekë, subhanallah, nonën e kesh përdor. Allah, që ta njërë së bujnë, babën e kesh përdor, të uhidin, keti kesh përdor, veç ati me ra ta manata. Ati me ju përshta që është dëna edhe. Ka thonë, o ja imam, unë e se kësha bobe, po nonës ju ka tekë, valla, nonës që ka s'pë buat ratë me grunë, unë e nonën se qësë kur, që këj respektu si prindve. Imam Ahmedi ka marrë që këj s'ka lidhë as me respekt prindve. Asë këllë me këj, i ka marrë i ka thonë, in lem jebka min birri ummike, illa talaku zaugjetike fa tallikha. Ka thonë që s'ka met nga respektimi i nonës, kredi ke kry, veç edhe në grunë me lëshu, kryje brebura që ta e bënë rahat. Apo, s'ka me të krejt, i ke kryjë, taman, krejt e ke bo nonës që shduhet, në obligim e ke kryjë që shduhet, apo, atër edhe grunë shëje. Pa i ke me të bo kja nonës bërës, Allah le bo kja, i edhe nuk është me ty që i ke i bërti që i avdit atje, apo, se grunë i pun, e tash ke me të me ngua me shugruan, mos keq përdarni, mos mashtrani. Ka se njerë gjithë nuk kanë kësi tendenca, e pështjellin interes në vetë me fej, se kështu shkën mas miri. Mas miri që shkën. Edhe jetë faqe bardh, edhe e kry interesin. Apo? Sa dë njerëz që shkanë mirë, tash, me dalë që jënë prish për në dënje, me dalë që ja ka ziri problem. Pështillja në jakuz fetare. Kjo e karshit, Allah, sa në sunet kjo, edhe tani, edhe si me ta, e ke arrit interesin, po edhe faqe bardh, se ma shla që farë burë në emën të fes datë me dashamir të vetë. Qështu njëtë në gjithë së me bo, po? Intereset të një fatë këtë me i pështil me ambalazh fetare që t'jesin faqe bardh.